Grup moshën 45 vjeç dhe në 70 vjeç i detyrohet për të bërë kolonoskopin, sepse frekuenca e kësaj smundje në këtë grup mosha është më e madhe. Dhe qëllimi është për ta kapur në stadët e hershme kur rritja tumorale është në stadët në cilët është e riparueshme në vend. Por çfarë do bëhet në ato të smur në të cilin ka të dhëna familjare për kancer të zorës tash? Atëherë, shoqatat kanë vendosur që grup moshat ta avancojnë më parë. Dhe e kanë në programin e tyre që rikontrolli kolonoskopik të bëhet në moshën që duke filluar që janë mosha 40 vjeç. Por kush janë simptomat që detyrojnë mjekun dhe pacientin të takojnë me njëri tjetrin? Në këtë kontekst, simptomat unë mund t'i përmbledh. Siç e përmendëm edhe më parë, që njeriu defekon një herë në 24 orë. Kjo është defekimi normal i tubitretës. Çdo çrregullim nga ky normalitet, që mund të jetë qoftë në drejtim të konstipacionit, do të thotë në drejtim të vonesës së jashtëshqipjes,